Këto pamje nuk flasin vetëm për objekte të shkatruara, por për një kujtesë kolektive dhe mbajnë peshën e një historie që refuzoi të harrohej. Ekspozita Kujtesa në fotografi, xhamitë e shkatruara në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Kosovë gjatë viteve 90 e hapur në Gjakov, rikthen në vëmendje një periudhë të dhimbshme përmes fotografive. Jo rastisht është thënë se një foto është më shumë se sa një fjalë. Besoj që gjithë ata që kanë mundësinë të shohin këto foto e shohin një histori e cila ka kaluar në Ballkan, që është një histori e dhimbshme, për shkak se xhamitë e paracesin atë mjëzimin e kulturës sonë të Ballkanit, për shkak se populli i Ballkanit janë të mjëzuar me xhami, me identitetin fetar, dhe pikërisht ata që deshin që ta shkatrojnë popullin, deshin që ta shkatrojnë pikërisht atë celulën kryesore të identitetit të tyre. Kjo ekspozitë nuk kufizohet vetëm në Kosovë, ajo bën bashkë dhimbjen e Kosovës dhe Bosnjës. Ky bashkëpunim mes bashkësive islame të dy vendeve tona tregon se dhimbja ishte përbashkët, por edhe qëndresa ishte e tillë. Dëshiroj të falenderoj në mënyrë të veçantë kryetarin e komunës për mbështetjen e vazhdueshme që jep aktiviteteve kulturore dhe rrugës së trashëgimisë sonë në Gjakov. Falenderojmë gjithashtu të gjithë organizatorët që mundsuan që këto dëshmi të vinë sonte në Pallatin e Kulturës Asim Vokshi në Gjakov. Ekspozita sonte na rikthen neve pa dashje në vitet e 90-ta, sidomos në vitin 98-99, kur gjatë tyre vite kemi pa përveç masakrave në popullatën tonë, kemi pa edhe shkatërime masive të objekteve fetare dhe mendimi që ta bëjmë këtë ekspozitë të përbashkët me Bosnjën ishte që të apërcjellë një mesazh jo vetëm të rive tanë, por të apërcjellë një mesazh edhe vetë Bashkimit Evropian dhe këtë botës, se me çfarë agresore kemi pas të bëjmë gjatë ditën 90-ta, të cilët nuk zgjodhën mjete që të na shkatronin identitetin ton, qenjen ton, të kaluar dhe të ardhmen ton. Por deshi Zoti Madhreshëm që të mos realizoheshin planet e tyre makabre dhe ne i mbjetuam gjitha këtyre masakrave, gjitha këtyre vuajtjeve, Zot jemi të mirë në vendin ton, duke gëzuar frytet e sagërie edhe falë që të mos gjaku të derdhur të ushtarëve të UÇK-s, të bijve dhe bijeve tona, të cilët nuk kursyn jetën e tyre që ne sot të frymojnë njershëm. Gjakova, qyteti kulturës e traditës, e nisi historinë e saj me xhaminë e Hadumagës, por në mars të vitit 1999, ky monument u bë shënjestra e parë e agresionit. Ne jemi me fat që jemi të qytetit Gjakovës. Gjakova ka një histori shumë interesante. Ka filluar me xhaminë e Hadumit, edhe është interesante se në marsin e vitit 99, prej objektet të para që është shkatruar trashëgimisë kulturore ka qenë pikërisht xhamia e Hadumit. Edhe pothuajse është djegur 70% e saj, është djegë edhe një pjesë e librave që kanë pas vlerë. Përveç librave fetare që kanë qenë, ka pas edhe libra historike, ka pas libra trashëgimisë kulturore. Andaj besoj që është një mundësi e mirë që qytetarët dhe njerëzit, sidomos gjeneratat e reja, të vinë të shohin këtë ekspozitë dhe të kujtojnë se çka ka ndodhur këtu. Për shkak se gjithë kjo arritur e vendit tonë që është, ka ardhur si rezultati i sakrificës madhe që nonat edhe prindrit tanë, hoxhallarët, imamet dhe njerëzit të ndryshëm kanë krijuar që sot ne ta gëzojmë këtë vlerë që sot e kemi. Aty ku dikur synohej heshtja përmes rënimit, sot lartësohen dëshmitë e një mbijetese që triumfoi. Për institucionet e Gjakovës, rindërtimi i këtyre monumenteve nuk ishte më vetëm punë ndërtimore, por një akt rezistence kundër zhdukjes kulturore. Ekspozitë e cila flet shumë, brenda fotografive tyne tregojnë që ka objekte fetare të cilat janë shkatruar nga okupatori serb dhe qëllimi i tyne ka qenë vetëm shkatrimi i objekteve trashëguesve që janë me vlerë të veçantë për shqiptarët, në këtë rast për muslimanët, mirë po e mira kësaj është se ne kemi arrit të ndërtojmë, të renovojmë edhe të jem këto të rritim edhe të shtohem. Mirë po, ata të cilët i kanë kryer këto shkatrime dhe janë mundu që edhe poplin, qoftë shqiptar, qoftë poplin e Bosnjës së Hercegovinës, ta zhdukin, jo, na jem këtu dhe ata s'jem këtu sa. Është shumë më rëndësi të kemi aktivitetet kësaj lloji. Kemi fotografi sa më shumë dhe t'ju tregojmë e trive
që ky ka qenë sistemi i Slobodan Miloševićit. Ky ka qenë qëllimi me na shkatru. Dhe duhet të rriten me këto fotografi dhe t'i ruajmë, t'i kultivojmë këto monumente, këtë historie e cila duhet të mbrojtur që për nacisujt e bale. Punimi i komunës me Këshillin e Bashkisë Zemën Gjakov është i vazhdueshëm. Dhe është një bashkëpunim tepër i mirë, të vazhdojmë këtë bashkëpunim në çfarëdo aspekti që është të mirën e Bashkisë Islamit të komunës dhe qytetarëve të Gjakovës. Për Bernard Zeken, vizitori i ekspozitës, imazhi i minarës së rrëzuar nuk është thjesht një fotografi, por një traumë e parë asokohe me sytë e një 14 vjeçari. Kam qenë në periudhën e luftës tonë 98-99, në periudhën e 7 majit, kur ka ndodhur ofenziva në Çabatën, pjesën e qytetit Gjakov, jam qenë dëshmitar me 2-3 kujshi, e kena pas përdor një shtëpi, duke e pa që ishte me lartësi ishte niveli më i lartë në lagje, domethënë ishte dikon 3 kat me gjatë kulm, dhe ne kishim hyrë në kulm dhe dikon rreth 7 predha në zgabosha, se i kisha dikon rreth 14-15 vjet në atë kohë, kur fillon mi granatu prej pjesës Qabratit, domethënë qytetin, dhe që sot më kujtohet, në atë kohë isha duke pa kur njëna prej predhave e goditi dhe minarën, qysh e kena këtu specifikune në ekspozit, e goditi minarën e xhamisë Hadumit. Në kohën kur dritat e shkollave u fikën nga sistemi, dyert e xhamive u hapen për të mbajtur gjallë shkronjën shqipe. Nuk ishin më vetëm objekte fetare. Ato u bën laborator të rezistencës, ku mes rreshtave të lutjes shkruhej e ardhmja e një qeverie teknike dhe një brezi që nuk e pranoi nënshtrimin. Xhamiat në kohës që çdo objekt i kultit kanë shërby edhe si me simdhënie, se armiku na ka pas ndërprej, domethënë periudhën e kohës 97-98, ku fillon me dëbu profesorat dhe mësuesat tonë, dhe fillon një pjesë e madhe duke i mbajt ligjërimet në xhami. E di që edhe i parë zgjedhje me sa kom njëri si fëmijë që isha, ju në majtë në për oborët e xhamisë në atë kohë për me kriju qeverinë teknike që u quajt atëherë në atë kohë vështirë të historisë Kosovës. Vllau, motra i pjesë e madhe dhe familjarëve tjerë, domethënë kanë qenë edhe shumë tjerë të ri që është dashur obligative për me smirëshu mësimin, me smohu rreth arsimit, se ky popull vazhdimisht ka sfida rreth arsimit dhe për me smu pas shkutjen, janë mundu me improvizu sikur që shënkon objektet e kultit, në këtë rast xhamit. Xhamia parat janë konë që kanë hapë dyrt, po ashtu edhe shtëpia private ka pas, ama xhamia parat janë konë. Po dhe një mojë mësimet në komunat Kosovë. E din, gjenerata janë e vjetit, tanë e din. E të rejtë nuk e din. Sotit, kanë menduar si kështu i kanë pas shkolla, çuhen sot. Sot, kur gurët janë vendosur sërish mbi njëri tjetrin, mbetet detyra më e vështirë, bartja kësaj kujtese të ata që nuk e njohën tymin e ofanzivave. Për Hisen Hajdarin, kjo ekspozitë është një pasqyrë ku duhet shihen ata që sot në liri e neglizhojnë rrugën e dijes. Ju kisha bo thirrje, ne të mësojnë më shumë, me të kujdeset. Në për xhamia, në për shtëpia private më shumë kanë mësuar se sot. Ti je i bindur, në më të qellë që më kanë se sa sot. Ku është çka në pyetje, isha lutë, isha bo thirrje, gjithëve, çka janë 3 e 3-ja, më mirë në cilën e dhe të mësojnë më shumë, se pa shkollë nuk ka kur gjahes. Ekspozita sipas organizatorëve e vizitorëve është një arkiv e hapur që tregon se monumentet mund të rrëzohen, por rrënjët që ato përfaqësojnë janë të pashkatrueshme. Ajo do të qëndrojë e hapur deri ditën e premte.